mbi trysnimin e tmerrshme që po bëhet mbi serbët e Kosovës nga Beogradi. Kjo është një fenomen i cili ka marrë përmasa të mëdha dhe të thella si asnjëherë më parë, duke i përcjell edhe rrjetet sociale të secilit ka të bëjë me një zonë e cila është më shumë se policia e më pak se ushtria, prej ruajtjes së kufirit të luftimi i terrorizmit, me të vërtet janë alarmuese. Unë besoj që fjala e ministrit për komunitet dhe kthim në mbledhjen e fundit të qeverisë së Republikës Kosovës mbi trysnimin e tmerrshme që po bëhet mbi serbët e Kosovës nga Beogradi, që patjetër ta votojnë listën serbe dhe as këtjetër, dhe masat që po i ndërmerr Serbia duke i përcjell edhe rrjetet sociale të secilit zyrtar shtetëror, të secilës figurë publike, të secilit politikan serb që ndonjëherë ndokun ka garuar, me të vërtet janë alarmuese. Dhe këtë lloj terrori që po e bën Beogradi zyrtar mbi serbët e Kosovës e kemi të dëshmuar prej vetë ankesave të serbëve të Kosovës. Kjo është një fenomen i cili ka marrë përmasa të mëdha dhe të thella si asnjëherë më parë në këto vitet prej se unë jam kryeministër. Pra kur nuk ka pas kaq shumë trysni nga Beogradi, kërcënime, friksime, shantazhe. Në anën tjetër, ju e dini që Serbia mundohet që vazhdimisht të ketë elementet të saj nëpërmjet së cilës dëshiron të krijojë dualizma shtetëror brenda territorit tonë të Republikës, sa i përket funksionimit të institucioneve, sa i përket shërbimeve publike dhe natyrisht që ato janë veprime ilegale në shtetin tonë të pavarur. Koncept dokumentit dhe grupit punues dhe hollësive sa i përket gjandarmerisë, padyshim që do t'ju njoftojmë shumë shpejt bashkë me Ministrin e Punëve të Brendshme. Ka kohë që ne e kemi menduar këtë gjë. Të gjitha detajet lidhur me këtë idenë tonë që tashmë po bëhet edhe një koncept dokumente me grup punues, ngadalë por sigur do t'i prezantojmë së bashku me Ministrin e Punëve të Brendshme. Ka kohë që ne e kemi menduar këtë gjë, për shkak se një aspekt tjetër rëndësishëm i sigurisë së Kosovës ka të bëjë me një zonë e cila është më shumë se policia e më pak se ushtria, prej ruajtjes së kufirit, të luftimi i terrorizmit, të mbyllja e çfarëdo shtegu të kontrabandës e deri tek mbrojtja e infrastrukturës kritike. Të gjitha detajet lidhur me këtë idenë tonë që tashmë po bëhet edhe një koncept dokumente me grup punues, ngadalë por sigur do t'i prezantojmë së bashku me Ministrin e Punëve të Brendshme.